إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسألك اللهم صدقا والإخلاص في القول والعمل. ما أمن الله mëshiruesit, mëshirëbërësit, ati i kërkojnë ndihmë, mbështetje dhe sukses në fjalë dhe në vepra, siç edhe u lajmëruam. Tema e kësaj fjale, kësaj këshille përkujtuese është pozita e tauhidit në jetën e muslimanit, mekanatu e tauhid fi hayatil muslim. Të nderuar vëllezër, vërtet qëllimi më madhështor, synimi më i lartë dhe objektivi më fisnik në jetën e besimtarit është tauhidi, pra veçimi i Allahut me adhurim, veçimi i Zotit të tokës dhe të qiejve, pranimi i tij të plotfuqishmit dhe të lartësuarit, si të adhuruar të vetëm edhe që është i denjë dhe meriton adhurimin dhe përkushtimin ndaj tij, me nështrim për ulësi dhe dorëzim të plot dhe total, me dëshirë dhe me frikë, me shpresë dhe druajtje në sejdë dhe në ruku. Pra që feja, pra bindja e robit dhe adhurimet jenë të pastra, të kulluara dhe vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe që t'jesh pra, që quhet el-bara'atu wal-khulusu min ash-shirki wa ahli, t'jesh i pastër dhe i distancuar nga çdo formë shirkut. Pra e idhujtarisë dhe ortakësisë në adhurim, qoftë ai i imët apo i madh, qoftë ai i fshet apo i hapur. Allahu na ruaj pra nga shirku i tillë. Dhe ky është qëllimi më i lartë për të cilin janë krijuar krijesat dhe Allahu ka sjell në ekzistencë gjithçka. Thot Allahu i lartësuar në librin e tij fisnik: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Vërtet, unë nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për poshtë tjetër, vetëm se që të më adhurojnë. Dietari dhe hafizi i madh Ibn Kathir al-Dimashqi rahmetullahi alayhi ka thënë në komentin e këtij ajeti: "Ej inma khalaqtuhum liya'murahum bi'ibadati la li'ihtiyaji ilayhim." Ka thënë Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, domethënë vërtet unë kam krijuar xhinët dhe njerëzit, pra dy krijesat me peshë dhe që kam ngarkuar me përgjegjësi fetare, që ti urdhëroj ata me adhurimin tim, jo sepse kam nevojë për ta. Si thot dhe vazhdimi i ajetit: "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin." Nuk kam nevojë nga ata për furnizim dhe nuk kam nevojë që ata të më ushqejnë as mua dhe as robët e mi. Vërtet Allahu është furnizuesi i plot fuqishëm. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala, siç ka ardhur në suratul Baqara, ku e urdhron gjithë njerëzimin dhe thot: "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj, krijuesin, furnizuesin, organizuesin dhe mbajtjen e universit, ai i cili ju krijoi ju dhe ata që kanë ardhur përpara jush, ashtu që të arrini devotshmërinë. Thon dietarët e tefsirit, shumica dërmuese e tyre rreth tefsirit të këtij ajeti, thon vërtet ky ajet është në një sure mekkie dhe është ajet mekki. Thot: "Wa anna Allah amara an-nasa bil ibadati lah, wal ibadatu huna ibaratun an tawhidihi wa iltizami shara'i dinihi wa aslu al-ibadati al-khudu' wa tadhallul." Kan thon dietarët e tefsirit, Allahu mëshiroft, kjo sure dhe ky ajet janë Mekas dhe Allahu i lartësuar i ka urdhëruar njerëzit që ta adhurojnë atë. Dhe adhurimi këtu nënkupton që ta njëjsojnë, pra ta veçojnë atë me adhurim dhe të zbatojnë rregullat dhe dispozitat e fesë së tij. Dhe baza dhe thelbi i adhurimit është nënshtrimi dhe porulësia ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra ky është qëllimi njerëzi me të cilin Allahu subhanahu wa taala i ka dërguar të gjithë pejgamberët dhe dërguar e tij tek popujt
e tyre. Dhe me këtë mision dhe me këtë qëllim Allahu subhanahu wa taala dhe me këtë ursi ka zbritur librat e tij. Ku thot i lartësuari, thot walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an na'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Thot i lartësuari, thot vërtet ne kemi dërguar në çdo popull një të dërguar me ftesën dhe urdhën e Allahut për ta, adhuroni vetëm Allahun dhe shmangni, largoni nga taghuti. Që çfarë është, ke përkufizimin dietarëve të Sunetit, çdo gjë tjetër që adhurohet përveç Allahut dhe është i kënaqur me këtë adhurim. Po ashtu thot Allahu lartësuar në ajetin tjetër, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Pra thot i lartësuar në këtë ajet, ne nuk kemi dërguar para teje o Muhammed asnjë të dërguar, vetë se i kemi shpallur atij, duke i thënë nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç meje, pra ma adhuro vetëm mua. Pra që adhurimi, nënshtrimi, duaja, frika, shpresa, përulja, kurbani, të gjitha këto të jenë vetëm për Allahun subhanahu wa taala, të vetëm dhe të paortak, dhe të jenë të pastra dhe të kulluara të sinqerta vetëm për të panjollosura dhe të pabaltosura me papastërtitë dhe ndytësitë e shirkut, qoftë ai i madh apo i vogël. Pra, nëpërmjet tauhidit, njeriu jeton një jetë të vërtet, të mbushur me kënaqësinë e Rahmanit subhanahu wa taala dhe me të përfiton nderimin dhe begatitë e pafundme të tij. Pra kjo ishte çfarë? Dobia dhe mirësia dhe vlera e parë që ka tauhidi në jetën e besimtarit. Allah na bëj prej tyre. Ndërsa pa tauhid njeriu jeton një jetë shtazore, si kafshët, si baktit, madje edhe më i humbur se ato. Allah na ruaj. Thot Allahu subhanahu wa taala në librin e tij, thot inhum illa kal-an'ami bal hum adallu sabila. Pasi që jep cilësitë e idhujtarëve, të hipokritëve dhe jo besimtarëve, thot e përmbyll ajetin në surën Furqan, vërtet ata janë si bagtit, madje edhe më të humbur në rrugë se to. Pra ai që nuk ka tauhid është i vdekur. Edhe nëse ai ecën mbi tokë, pra jeton, ha, pi, dhe fret, ndërsa ai që realizon dhe vërteton tauhidin në jetën e tij, është ai që jeton jetën e vërtet, jetën e lumtur në këtë dynja dhe sigurisht që ka shpërblime të shumëfishta për këtë tauhid në botën tjetër. Allahu lartësuar thot: "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha." Pra çfarë krahasimi bën Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet të surës Al-An'am, thot: "A është ai që ka qenë i vdekur, pra para udhëzimit dhe para orientimit të Allahut dhe nxjerrjes nga errësira në dritë, pra e njeriu të Allahu e ka quajtur të vdekur. A është ai që ka qenë i vdekur e ne kemi ngjallur atë dhe i dham atij dritë me të cilën ecën me të midis njerëzve, pra thot është i barabartë ky me atë që është në errësira. Këtu drita është në numrin 1, se errësirat janë në numrin shumës. Si ai që është në errësira e nuk del dot prej tyre, sigurisht që nuk janë të barabartë dhe nuk janë të njëjtë tek Allahu subhanahu wa taala. Domethënë e kemi gjallëruar atë me iman dhe me tauhid. Allah na bëj prej tyre. Po ashtu thot Allahu lartësuar në surën Al-Baqara, çfarë thot? Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Pra, çfarë thot Allahu në këtë jetë kuranor, thot Allahu është mbrojtësi, kujdestar i ruajtësi i atyre që besojnë. Ai nxjerr ata nga errësirat për në dritë. Kanë thënë dietarët nga errësirat e shirkut, kufrit, gjunaheve, bidateve, veseve, tekave, epsheve, për në dritën e tauhidit, të imanit, të bindjes, të robrimit të Allahut, kashi Allahu subhanahu wa taala. Ai nxjerr ata nga errësirat për në dritë. Kurse ata që nuk besojnë, me huasit, mbrojtësit e tyre janë taghutët, pra të këqinjt, idhujt dhe tiranët, të cilët i nxjerrin ata nga drita për në errësira. Ata janë banorët e zjarrit dhe aty do të qëndrojnë pra kurdoherë. Pra, ky është dallimi mes dy grupeve dhe mes dy palëve. Andaj, medito, Allahu të begatoft që të jesh pra me grupin e duhur, me grupin e atyre që Allahu i nxjerr nga errësirat për në dritë. Allahu lartësuar thot gjithashtu në ajetin tjetër, thot: "Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum." Dëgjoje këtë ftesë
kuranore. Thot Allah lartësuar: o ju që keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit kur ai ju fton për tek ajo që ju gjallëron dhe u jep jetë. Pra ftesa e pejgamberëve për në tauhid është ftesë për gjallëri dhe për një jetë. E kush i përgjigjet çfarë? Do të përfitojë pra nga kjo jetë, nga kjo gjallëri, nga kjo dritë, nga kjo udhëzim. E kush jo, çfarë? A do të jetë pra më i humbur se kafshët dhe baktit. Allah na ruaj. Pra jeta e vërtetë është jeta me besim dhe me tauhid të pastër dhe të kulluar. Me tauhid, tjetër do bie tauhidit, arrihet siguria në vend dhe qetësia e trupit dhe e njerëzve. Pra me realizimin e tauhidit. Si shohim për shembull çfarë nga vendet e tauhidit, që është vendi Arabia Saudite, Allah ruajt, që zbatohet shariati, ftohet në tauhid, paremrohet nga shirku, mbështeten njerëzit e tauhidit, ftojnë dhe u paguajnë shpenzimet nxënësave studentëve nga gjithë bota që ta mësojnë këtë tauhid dhe këtë sunet, dhe të ngadhnjen me të dhe të shkojnë pra si ambasador dhe thirrsa dhe ftuesa në vendet e tyre. Të gjithë e dim çfarë qetësie, çfarë rendi dhe çfarë begatie ka në atë vend. Qoftë për banorët e atyre vendeve, qoftë për ne që kemi vizituar, pra kemi përfituar nga mirësitë e këtij tauhidi. Pse? Sepse në atë vend nuk ka adhurohet dhe nuk veçohet me adhurim askush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është çfarë? Arrihet siguria në vend dhe qetësia e trupave të njerëzve. Allahu lartësuar thot, ky është ajet që do ta përmendim disa herë: alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Çfarë thot ky ajet? Thot Allahu lartësuar, ata të cilët besuan para tauhidin e kulluar dhe nuk e përzihen, nuk e mbeshën besimin e tyre me padrejtësi, pra me shirk në adhurim, për ta është siguria dhe ata janë të udhëzuar. Në tefsirin e këtij ajeti jam ndalur tek fjala e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu ta'ala anhu. Është e njohur kjo fjalë dhe kjo histori ka ardhur në Saktin e Buhariut dhe në librat e Sunetit. Thot Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, thot: "Lamma nazalat hadhihi al-aya", pra kur zbriti ky ajet, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm, ata që besuan dhe nuk e përzihen, nuk e mbeshën besimin e tyre me padrejsi, thot: "Shaqqa dhalika 'ala an-nas, 'ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Çfarë ju duke vështirë dhe e rënd shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i thanë: "O dërguar i Allahut, po cili prej nesh nuk i bën padrejsi vetes? Ejuna la yadhlimu nafsa." Kush ai që se bën padrejsi vetes? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë? U qarsoi dhe u sqaroi dhe u përmirësoi atë kuptim, domethënë të gabuar që kuptuan ata herën e parë. U thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot: "Innahu laysa alladhi ta'nunahu. Alam tasma'u ma qala al-'abdu salih li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun 'adhim." U thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra kuptimi i ajetit, ata të cilët besuan dhe nuk e përzihen besimin e tyre me padrejsi, është çfarë? Bëhet fjalë për shirkun e madh. Thot, nuk është ky kuptimi i ajetit që keni kuptuar ju. A nuk e keni dëgjuar, thot, porosin dhe këshillën e robit devotshëm drejtuar të birit ti, tek përkëshillonte dhe i thot: "Ya bunay", thot, o birim, la tushrik billah, mos i vendos ortak Allahut asnjë dhe asgjë në adhurimin e tij. Inna ash-shirka la dhulmun 'adhim. Pa dyshim se shirku është padrejsi, adhim në më tepër e madhe. Pra, tha, ky është shirku i madh në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Allah na ruaj. Dhe Allahu subhanahu wa taala në ajetin tjetër thot, është një ajet që duhet çdo muwahhid, çdo veçuesi i Allahut, çdo sunni, çdo selefi ta mësoj këtë ajet dhe do të mjafton nga ky, domethënë si ajet për të bërë davet njerëzve, domethënë çfarë atyre që kanë metodologji të gabuara. Për shembull, ikhwansat thonë që duhet vim pushtet dhe në rrugë pushtetit ne do zbatojmë shariatin dhe domethënë do realizojmë tauhidin. Të njëjtë gjë bëjnë tabligzat, nuk japin se tauhidit. Xhawarit thonë po duhet të heqim ta pushtetar, se dhe pushtetar tjerë, pra me pak fjalë sillen rreth, çfarë? Po nuk morën pushtetin edhe forcën, atëherë ne nuk e realizojmë dot tauhidin. Dëgjoj çfarë thot Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet në surën Nur, ajeti 55. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot: "Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat." U ka premtuar Allahu atyre që besojnë prej jush dhe bëjnë punë të mira. Çfarë? Ta dëgjojmë çfarë ka premtuar. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Se do t'i bëjë ata sundimtar dhe kalif në tokë, ashtu siç i bëri sundimtar ata përpara tyre.
wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, edhe do t'japi triumf dhe gaznim fesë të tij që i ka përzgjedhur për ta. Wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dhe mbas frikës, pra frikën do të zvendësoj me siguri dhe me qetësi, ama ka disa kushte. Ya'buduna li la yushrikuna bi shay'a. Pra Allahu në këtë jetë na premtoi 3 gjëra me kusht që ne të realizojmë 2 të tjera. Pra na premtoi çfarë? Kalifat, pra do të jemi drejtues dhe prisë në tokë. Na premtoi çfarë? Gaznim dhe triumf të fesë islame, dhe na premtoi çfarë? Që frikën që ne po përjetojmë, do na zvendësoj me siguri, dhe me qetësi prej tij dhe ruajtje. Ama kushtet kush janë? Ya'budunani, të më adhurojnë mua të vetëm, la yushrikuna bi shay'a, dhe mos të bëjmë mua ortak pra në adhurimin tim asgjë askënd. Para me realizimin e tauhidit, i cili nuk realizohet pa u distancuar nga shirku dhe pa palajmëruar dhe kërcënuar njerëzit nga shirku dhe veprat e tyre, Allah subhanahu wa taala çfarë përmbush premtimet e tij dhe Allahu thotë inna Allah la yukhlifu al-mi'ad wa man awfa bi ahdihi min Allah. Vërtet Allahu nuk e shkel premtimin. E kush është ai që më së miri se Allahu e përmbush premtimin e tij? Sigurisht askush. Pra, këto janë 3 nga premtimet e Allahut për besimtarët, ata të cilët bëjnë vepra të mira, me kusht që ata të vërtetojnë dhe të realizojnë tauhidin e kulluar dhe të pastrohen dhe të distancohen nga shirku dhe i dhujtarët me të gjitha llojet e tij. Tjetër dobi dhe mirësia e shirkut për jetën e besimtarit, me tauhid arrihet lumturia dhe qetësia e robit. Pra me tauhid do të jesh i qetë, do të jesh i sigurt, do të jesh i lumtur, do mos kesh brenga, halle, pikëllime, strese, e ku diun nga smundje të ndryshme që thon njerëzit që vuajnë domethënë këtë dynja, atëherë më tonë mësoje dhe realizoje tauhidin në jetën tënde. Çfarë thot Allahu subhanahu wa taala? Dëgjoj çfarë thot. Thot në surën An-Nahl, thot: "Men 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allahu akbar. Thot i lartësuari, kushdo që bën vepra dhe punë të mira, qofshin ata burra apo gra, dhe është besimtar. Pra kur thot besimtar, që është për atyre që e veçon Allah në adhurim, që ka akiden e saktë, besimin e saktë, sikur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe selefët. Ne do ta bëjmë të jetojë një jetë të mirë dhe padyshim do të shpërblejmë ata me shpërblimin më të mirë për atë që kanë vepruar. Dhe thot Allahu i lartësuar në ajetin tjetër, thot: "Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Këto janë ajete dhe premtime që Allahu subhanahu wa taala e ka drejtuar kujt? Ademit alayhis salam dhe Havas alayhis salam kur i ka zbritur në tokë. Çfarë i ka thënë atyre dyve dhe bashkë me ta krejt, domethënë pasarzve, pra dhurrijet, krejt familjarëve të tyre, thot: "Fa imma ya'tiyannakum minni huda فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى." Janë këto ajete në surën Taha, shumë të bukura këto. Pra do t'i kthemi këtyre ajeteve, dhe lexojmë diçka për tefsirin këtyre kur kemi kohë të lirë. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot: "E kur t'ju vi ju udhëzimi im, atëherë kush e ndjek udhëzimin tim, nuk do të humbas dhe nuk do të jetë i mirë, pra i mjeruar. Ndërsa ai që shmanget nga përkujtimi im, nga tauhidi im, nga adhurimi im, vërtet ai do të ketë një jetë të vështirë dhe në ditën e Kiametit do të ringjallë me atë të verbër." Ajeti në vazhdim thot, ankohet dhe thot robi: "O Zot, pse më ringjallet të verbër, unë shikoja në dynja." I thuhet: "Kështu ty të erdhën ajetet, argumentet, faktet tona, ftesa ime për tauhid, dhe ti i harove ato, dhe kështu sot ti je i haruar." Allah na ruaj. Pra ti je i haruar në një grop apo në një humner prej gropave dhe humnerave të zjarrit të xhenemit. Allah na ruaj. Dhe thot Allah i lartësuar gjithashtu në fillimin e surës Taha, i drejtohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i thot: "Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula." Thot Allahu subhanahu wa taala drejtuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe bashkë me të gjithë ummetin, thot Taha: "Ne nuk ta kemi shpallur ty Kur'anin o Muhammed që të mjerohesh dhe të pikëllohesh." Që do të thot, ne ta kemi shpallur ty Kur'anin që të jesh i lumtur dhe të jenë të lumtur ata që të ndjekin dhe të pasojnë ty o Muhammed. Pra,
Prandaj ne çfarë themi që si realizohet jeta e mirë dhe e lumtur në dynja bit tauhidi wal ittiba. Pra me tauhid, me veshimin Allahut me adhurim dhe me pasimin e rrugës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu me tauhid largohen nga zemra iluzionet, të bëhen çytjet, vezveset, përshtjellimet dhe mendimet e liga, dhe zemra e robit fiton qetësi, rehati dhe paqe. Po ti pyes ata që i kanë domethënë këto probleme, ti thua do më thon çfarë, a do qetësi, rehati dhe paqe, thotë po që i paqe. E ja pra më thon që të njohësh Allahun, e ja që ta veçosh Allahun në adhurim. E ja më thon që të realizosh tauhidin e tij, e ja që të falesh për Allahun, e ja që të bësh adhurim për Allahun, e ja që të ndjekësh pejgamberin selam. E ja do të mësojmë në dhikën e mëngjesit dhe mbrëmjes, pra ti jetosh si musliman muahid i sunetit. Çfarë thot Allahu subhanahu wa taala? Thot Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Thuaj, kërkoj stehim tek dhe mbrojtje tek Zoti i njerëzve, sunduesi i njerëzve, i adhuruar i vetëm me merit i njerëzve. Pra këto janë të gjitha ajeteve rreth tauhidit Allahut. Përfshihen të treja llojet e tauhidit. Ka rububie, uluhia dhe asma u sifat në këto ajete. Më pas vazhdon i lartësuari dhe thot min sharril waswasil khannas. Nga çfarë kërkova strehim dhe mbrojtje tek Zoti i njerëzve, sunduesi i njerëzve, i adhuruar i vetëm me merit i njerëzve, çfarë? Min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi min al-jinnati wan nas. Pra nga e keqja dhe ligësia e cytësit që përshpërit dhe fshihet. Ai i cili përshpërit dhe cyt në krahërorët e njerëzve, qofshin ata prej xhinëve apo prej njerëzve. Dhe pejgamberi selam na ka mësuar që me këtë sure, së bashku dhe me surën El-Falaq, që quhet El-Muawwidhat, dy surat që kërkojmë mbrojtje së tek Allahu, çfarë? Ne ti bëjmë rukje vetë son, nga pratikësiat që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar, qofshin ato prej xhinëve dhe prej njerëzve. Po ashtu me tauhid, barakallahu fikum, me tauhid dëbohen shejtanët. Dhe ata kurse si nuk mund të qëndrojnë në një vend ku ftohet në tauhid, mësohet dhe shpaloset haptas i tauhidi Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi selam na ka lajmëruar se kur shejtani e dëgjon ezanin, pra thirrjen për në tauhid dhe për në namaz dhe për në shpëtim të muezinit, ai largohet thot me tërbim dhe lëshon nga pas gazdra që të mos ta dëgjoj atë. Shifë lanetullahi alayhi, edhe ftesa, thjesht ftesa që bën muezini për në tauhid dhe për në adhurim dhe për në namaz dhe në për robrim të Allahut subhanahu wa taala me namaz, çfarë? E shqetëson lanetullahi alayhi. Kur shejtani e dëgjon ezanin, ai largohet me tërbim dhe lëshon nga pas gazdra që mos ta dëgjoj atë. Ndërsa Kurani është i tëri tauhid, madhërim dhe lavdërim i Allahut të plotfuqishëm të madhruar. Në të gjendet çfarë? Ajeti më madhështor i Kuranit me dëshminë e pejgamberit selam, që quhet ajeti kursi, ajeti kursis, i cili është ajeti i tauhidit dhe shpjegon argumentet, dëshmitë dhe provat për të. Ndaj kur besimtari e lexon ajetin kursi kur shkon për në shtrat, është domethënë leximi i fundit ose përmendja e fundit e ajetit kursi sipas këshillave të profetit selam, ai do të ketë një mbrojtës nga Allahu mbi të dhe shejtani nuk do t'i afrohet atij deri në mëngjes. Siç ka ardhur kjo në hadithe të sakta. Po ashtu me tauhid robi shpëton me lejen e Allahut nga kurthet e të këqive, nga magjistarët, fallxorët, mashtruesit, pra kushdo që do t'i bëj dëm këtij robi besimtar muahid, Allahu shfarë shpëton atë, e ruan atë, e mbron dhe i mjafton atij subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu i lartësuar, inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Thot vërtet që Allahu i mbron ata që besojnë. Pra ata që çfarë? E mësojnë tauhidin dhe realizojnë atë në jetën e tyre. Dhe thot i lartësuari, wa kana haqqan 'alayna nasrul mu'minin. Thot dhe është detyrë dhe hak i yni që të ndihmojmë besimtarët. Pra i prej besimtarëve, për atyre që veçon Allahun me adhurim dhe pasojnë sunetin e pejgamberit selam, mjafton Allahu nga sherri i gjithçkaje. Pra besimtarët janë ata që adhurojnë Allahun me tauhid dhe pasojnë të dërguarit e tij. Allahu na bëj prej tyre. Dhe padyshim që me tauhid robi i fiton dhe i përfiton të gjitha të mirat dhe lumturitë e kësaj bote dhe të botës tjetër, sepse Allahu i madhruar ka vendosur me urtësinë e tij të përsosur, çfarë ka vendosur se lumturia dhe begatia
janë vetëm për atë që ka besim dhe tauhid. Ata do të kenë lumturi dhe begati në jetën e dunjas, në varrin e tyre dhe në ahiret. Pra në të treja këto momente kaq të rëndësishme për jetën e besimtarit. Qoftë ajo e përkohshme që është jeta e dunjas dhe jeta e berzehut, dhe qoftë për el hayat el ebedie, për jetën e breshme, Allah në bëj për banorëve të xhenetit neve dhe juve. Pra thot Allah i lartësuar, thot innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Thot vërtet që të mirët, të devotshmit do të jenë në begatin xhenete, dhe vërtet që fujjarët, çfarë të prishurit, të shtururit, kriminalët dhe mizorët të pabindur kësaj Allahut, do të jenë në zjarrin e xhehenemit. Tauhidi është urdhri i parë në absolut dhe më madhështori që duhet ftuar dhe duhet filluar me të. Pejgamberi alayhis salam, siç na përcjellet nga Abdullah ibn Abbasi në dytë saktit, ai ka thënë kur pejgamberi selam e dërgoi Muadh ibn Jabal në Yemen, i tha o Muadh, ti po shkon tek një popull që janë prej itharëve të librit. Le të jetë gjëja e parë në të cilën do t'i ftosh ata dhe do t'i trasësh dëshmia se nuk ata adhurohet jetë me të drejtë për Allah dhe se unë jam robi i dërguarit të tij, ose një transmetim që ta veçojnë Allahun me adhurim. E nëse ata të pasojnë dhe të bindin në këtë, çfarë mësoi ata se Allahu i ka obliguar ata me 5 namaze edhe dhe në fund të këtij ajeti. Pra gjëja e parë me të cilën pejgamberi selam i ftonte njerëzit dhe i çonte përfaqësuesit dhe emisarët e tij në botë që t'i ftonin njerëzit, ishte pra tauhidi. Allahu lartësuar thot, dëgjoni ajetin që ne e përmendëm në fillim të mësimit, thot wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, bimadha udhakkir wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Thot Allahu lartësuar dhe këshillo, sepse vërtet këshilla bën dobi besimtarëve, padyshim që nuk i kam krijuar gjinën dhe njerëzit vetëm se që të më adhurojnë. Pa kush ishte për kujtimi i parë, këshilla e parë, drejtuar njerëzve, ishte ajo për në tauhid. Pra vëllezër, njeriu ka nevojë, të gjithë ne vallai, kemi nevojë për forcimin dhe për forcimin e besimit ton dhe për rinovimin dhe ripërtorimin e islamit. Gjithashtu për forcimin e lidhjes me Allahun subhanahu wa taala. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam në hadithin që e ka nxjerrë Taberaniu dhe është hadith i mirë, ka thënë inal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Fas'alu Allah an yujaddid al-iman fi qulubikum. Thot pejgamberi selam, me të vërtetë që besimi vjetërohet në krahalorin e çdo njërit prej jush, ashtu siç vjetërohen dhe rrobat, teshat. Andaj luteni Allahun që t'u ripërtori imanin në zemrat tuaja. Pa lutu Allahumma jaddid al-iman fi qalbi. Pa Allah ripërtorie, rinovoje, rifreskoje imanin në zemrën time. Pa lutu Allahun me sinqeritet me këtë lutje. Pra hadithin e ka nxjerrë Taberaniu dhe ka konsideruar Hasan Sheikh Al-Albani në silsile as-sahiha. Pra vëllezërit e mi për të Allahut, në mesin e trazirave shkatruese që po jetojmë, dëshirave rrëmbyeseve, sprovave të rrezikshme dhe të fuqishme dhe kaosit që po jetojmë, njerëzit kanë nevojë në përforcimin e tauhidit të kulluar. Pra ka nevojë që të përforcohen. Ata që janë në tauhid kanë nevojë që të rrënjosen, të përforcohen, të bëhen të paluajshëm. Ata që nuk janë tauhid kanë nevojë që ne t'i ftojmë dhe t'i thrasim ata për në tauhid. Fëmijët kanë nevojë të rriten mbi këtë bazë, mbi tauhidin. Pejgamberi selam Abdullah ibn Abbasit ishte djalosh, 70 vjeç, i thotë ja gulam, inni uallimuka kalimat. Ihfazillah yahfazuk, ihfaz la tajidhu tujahak. Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Thotë djalosh, unë do të mësoj ty disa fjalë, disa këshilla. Ruaj Allahun të ruaj ty. Ruaj Allahun do ta gjesh përpara teje. Kur të kërkosh, do të kërkoj Allahut. Dhe kur kesh nevojë për ndihmë, do të kërkoj ndihmë Allahut. Dhe deri në fund të hadithit gjatë. Pra shef ishte djalosh. Pra edukoj edhe e brymosi që në vegjilim e tauhid. Pse? Se ishte i mençur dhe ishte i javë dhe kupton dhe që në atë mosh. Pra nëse fëmia ju thotë që Abdurazak el-Bedr, ai është thënë si këtyre fjalëve, prej kësaj broshure të shkurtër, thotë nëse fëmia ju është sikur Abdullah ibn Abbas që kupton, është i mençur që në atë mosh, atëherë fillo dhe mësoj tauhidin gjëja e parë. Lidhe me Allahun subhanahu wa taala. Mësoj tauhidin rububia, uluhia, asma wa sifat. Mësoj që Allahu na dëgjon, na shikon. Aleikum salam. Allahu çfarë? Është ai që na mbron, ai që na ruan, ai që na mjafton. Atij duhet i friksohemi, tek ai duhet të shpresojmë.
ati duhet t'i lutemi, ati duhet t'i kërkojmë, kurbanin t'a bëjmë për të, betimin për të, zotimin e me radhë. E nëse jo çfarë, ja shpjegon domethënë me shembuj më të thjeshta. Dhe sikur fëmijët do trajtosh edhe bashkëshorten, vëllezërit, nënën, babën, komshiun, të afërmin, të lartin. Por se kjo ka nevojë për çfarë? Ka nevojë për dituri. Por do ta mësosh vetë tauhidin, ta realizosh në jetën tënde, pastaj të ftosh pranë të. Wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pra pasha kohën ose pasha pas ditën, vërtet gjithë lloji njerëzorësh në humbje dhe shkatërim total, përveç atyre që mësuan, pra mësuan, bën punë të mira, e përkujtuan njëri tjetrin, me të vërtetën dhe e përkujtuan njëri tjetrin me durim. Pra tham, fëmijët kanë nevojë të rriten mbi këtë bazë, pra mbi tauhidin, në mënyrë të fortë dhe të qëndrueshme. Pra të përkujtojmë dhe njëherë këshillën dhe porosinë e vyer të robit të mençur. Ishte rob prej Ben Israilve, Luqman el-Hakim quaj, Luqmani i mençur. Ai ishte i devotshëm dhe i mirë dhe i drejtohej të birit të tij duke i thënë: "Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim." O biri, mos i mendosh Allahu të tak në adhurimin e tij. Padyshim që shirku është padrejti tepër e madhe. Dhe së fundmi, aleikum salam. Elusim Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të na bëjë të jetojmë me tauhid, pra si muahidin, veçues të tij me adhurim, të na bëjë të sinqert në fenë e tij, besimtar në të, për atyre që e nderojnë madhështinë edhe pozitën e tij, edhe të na mbrojë të gjithëve nga shirku, qoftë ai i vogël apo i madh, i fshehur apo i dukshëm, pra i fshet apo haptazi, ai është që jep sukses për këtë dhe si plotfuqishmi për gjithçka. Dhe sallallahu wa sallam wa barak al nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu a'lam wa barakallahu fik.